Hetimet për portin e Limionit kanë detyruar Olta Xhaçkën, deputeten e PS-s që të paraqitet në SPAK, e thirrur nga grupi hetimor që po merret me atë që konsiderohet si një nga aferat me pronat e ushtrisë. Xhaçka është thirrur në SPAK si ish-ministre e mbrojtjes, ndërsa porti i Limionit ndodhet në sekuestro me urdhër të prokurorisë speciale dhe vendimeve të gjykatave. Thirrja e Xhaçkës në prokurorinë speciale tregon se hetimet po përparojnë, ndërsa kjo paraqitje vjen disa javë pasi SPAK ka kryer kontrolle edhe ndaj Bardhyl Kollçakut, i shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Prokuroria që po drejton hetimet është Manjola Kajana, ndërsa në pyetje është marrë edhe Belioza Çoku, ish-drejtoreshe e kabinetit të ish-ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka. Baza detare e portit të Limionit në Sarand u sekuestrua me vendim të GKK në shkurt të vitit 2023 pas kërkesës së SPAK me arsye hetimin se privatizimi i bazës kishte cënuar operacionalitetin e forcave detare. Të vendime ka lënë në fuqi edhe gjykata e apelit të posaçëm, por edhe gjykata e lartë. Pas vendimit të 3 shkallëve të mëparshme të gjyqësorit, çështja kaloi në kushtetuese, e cila la në fuqi të njëjtin vendim. Ish-ministre Olta Xhaçka është thirrur disa herë në SPAK, ku është marrë në pyetje, ndërsa kryeministri Edi Rama ka sulmuar drejtësinë për sekuestron e vendosur te porti të Limionit në Sarand. Rama e konsideroi si absurd vendimin e drejtësisë, teksa sipas tij të hetosh se si u lidh një kontratë e shtetit me një sipërmarrje private, nuk jep asnjë të drejtë ta bllokosh investimin e asaj sipërmarrjeje. Kreu i qeverisë deklaroi se ky është një arbitraritet i hapur që mund t'i kushtonte shtetit shqiptar qimet e kokës në rast se investitorët do të ishin cinik ta çonin në arbitrazh. Kallëzimi për bazën e Limionit është paraqitur nga ish-komandanti i forcës detare Artur Meçollari, pasi dha dëshminë Xhaçka u largua nga SPAK pa dhënë shpjegime për këto dy çështje. Prokuroria e posaçme po heton tjetërsimin e bazës së Limionit mbi bazën e kallëzimit të Meçollarit, i cili denoncon se zyrtarët dhe ish-zyrtarët të Ministrisë së Mbrojtjes kanë vepruar në shpërdorim të detyrës dhe në shkelje të planit të përhapjes dhe veprimit. Sipas tij, për dhënien me qira të kësaj baze duhet të merrej më parë miratimi i presidentit të Republikës.